الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Ky është vakti I syfyrit. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që të hajmë syfyr. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: syfyri më I mirë është hurma arabe. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: bëni syfyr qoftë edhe me një gotë ujë. Syfyri ka shumë dobi të cilat përmenden në hadithe. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: hani syfyr se syfyri ka bereqet. Gjithashtu thot, syfyri është vakti I bereqetshëm. Prandaj hajeni vaktin e bereqetshëm që ju a ka dhënë Allahu. Allahu dhe me melekët e tij e përmendin atë që han syfyr. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ndryshimi mes agjerimit ton dhe agjerimit të krishterëve dhe xifutëve është se ne hajmë syfyr. Prandaj, syfyri nuk duhet të lihet asnjëherë. Allahu e pranoft agjerimin ton. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.